Al-Shara zbret në Londër, një vizitë që sinjalizon fundin e një epoke të ftohtë dhe fillimin e një kapitulli të ri mes Sirisë dhe Britanisë. Presidenti sirian bëriti të martën në kryeqytetin britanik për vizitën e tij të parë zyrtare, duke shënuar një moment të rëndësishëm në procesin e rikthimit të lidhjeve diplomatike mes dy vendeve. Kjo lëvizje vjen pasi Britania rivendosi zyrtarisht marrëdhëniet me Sirinë në korrik të vitit 2025, duke i dhënë fund një periudhe të gjatë tensioni që kishte nisur gjatë viteve të regjimit të Asadit. Al-Shara, i cili udhëtoi drejt Londrës pas një vizite në Gjermani, shoqërohet nga një delegacion i lartë qeveritar dhe pritet të zhvillojë bisedime me zyrtar britanik për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh. Gjatë qëndrimit të tij, ai u prit nga kryeministri britanik Keir Starmer në Downing Street, në një takim që zgjati rreth një orë dhe që konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Në muajt e fundit janë ndërmarrë hapa konkret për të afruar dy vendet, përfshirë përpjekjet e Sirisë për të rihapur ambasadën e saj në Londër, ndërkohë pritet ende emërimi i një të ngarkuari me punë për të konsoliduar praninë diplomatike. Rruga drejt këtij riangazhimi nisi verën e kaluar me vizitën e parë pas shumë vitesh të një zyrtari të lartë britanik në Damask, e ndjekur nga kontakte të tjera që kanë ndihmuar në ndërtimin e një dialogu të ri politik.